falë, gërën kështë pa para parta. S'kemi asë një femër. Jo. Ata ka një femër. Cili nga ju do t'i vesh? Unë pra për veshë. Juli është ai cili S'pushon t'i vesh. fmi, ma pëse s'pushon t'i fmi? Pali se këtë ja ishë pateri t'i fmi. Pak. Dërsa Blerta nga ekipi Prishtinës është që do t'i vesh, Xuxi dhe Kresha do t'i gjejnë rrobat. Hajde. Kur t'jeni gati, Një sekundë, e nisë. Ermal, jeni gati? Një sekundë, se i hoqa baterit. Fillon, 1, 2, 7. Gati janë të dy ekipe, presim edhe kandonin, i kemi 2 minuta e gjys. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati, kanë filluar 2 minuta e gjysmë për të dyja ekipet. Vetëm Juli, ju gjenja teshat. Rrobat ma shpejt, Xuxi vetëm Blerta. Ju gjenja teshat. Juli ka arritur 2 bebeve pampersa t'i ka përfundu. Blerta është shumë e shpejt deri me tani. Kaluan 30 sekonda. Ermali me furnizim është i gatashëm, Ermali më shpejt. Jo, u kryma, je vesh i pijamët. Shikoj po këto me vesh tash. Blerta gati e ka veshjen e një bebes. A dole një me 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. Duket se Blerta i prin kësaj loje. Djemët nga Tirana janë të konfuzuar, paksa. Edhe që tu duhet me punë. Kemi teshat. Blerta gati e ka veshjen e bebes parë, vetëm edhe kapelja i ka mbetur. 1 minutë e 15 sekonda deri në fund. Juli më i shpejt, Juli. Jo. Shkojnë me careta. Ju i kanë pijama. Gjeni pa qëratë, e që qanë pijamës. Nuk i kanë pijamës, sigur. Po hym në minutën e fundit tani. Këtë shpejt. Trojmë se kur do të vesh më shumë bebe në këtë minutën e mbetur. Jo, duhet të diçka për fundin. Qit e pra. Duhet ta keni të qartë se jashtë po bën ftohtë, kështu që bebe duhet të vishin trash. 40 sekonda deri në fund. Qërapët se mu ftof djali! 25 sekonda. Ekipi Prishtinës vetëm një bebe ka përfunduar. Jo, ka vetë edhe kjo Blerta. 15 sekonda deri në fund tani, po hym në 10 sekondat e fundit. 10, 9, 8, 7. Dukse mare! O, që saj dukse! Dhe merë fund gjithçka. Loja përfundon. Baroj. Shojmë se kush sa ka veshur. Juhu! Pa që në veshë këtu? Ska qërapë kjo? Ska qërapë jo, ne kemi veshë këtu. Gjithsesi, fitoria i takon ekipit Tiranës, e ka Faleminderit. vesh beben, e ka veshur komplet Juli, dërsa ekipi Prishtinës asë një bebe nuk e ka përfunduar totalisht. Blerta e tregoj edhe se kush në shtëpi e saj kujdeset për fëmijë. Nice. Pra, Po t'ishim bashkë për Blertë një skuad dhe do kishim vesh 6 bebe. Ju falenderit. Atëherë, kamarier, hiqe i këto. Pastron tavolinë të lutem. Përfundoi loja e parë, bravo Juli, shumë shpejt e ke veshur parën, por te dyta më duket se Ermali dhe Vetoni nuk i gjetën Jo, te dyta Ermali shkoj me pushime, si ishte fare këtu. Vetoni? Vetoni kishte vetëm një fjali, nuk është këtu. Ta shohim edhe rezultatin. Rezultati është i barabartë, 10-10 Tirana dhe Prishtina. Ta shohim se cila është sfida e radhës.